Tani do të hyja te analiza e indekseve kryesore. Po mendoj ta bëj Nasdaq me që emulova tani, edhe kam këtu chartin. Kemi pasur double top, thyrën e kësaj zone, një vizë trendi që ka qenë kyçi, ritestim, ulje prap, deri te zona 19.000, unë ka pasur një zonë tjetër të 19.600, 19.800 këtu, 19.600, edhe tani do shikoni që po gjen supportin këtu, dhe mendimi im se këtë pak a shumë e ka bërë sepse u ul këtu, këtë ditë u hap këtu lart me rritje, pastaj me ulje direkt. Mendimi im është tani që mund vim të një zonë, le të themi, mund të ikim deri këtu, por me të themi një zonë më e pranueshme është kjo këtu, para se të kemi një ulje tjetër ose ndoshta një double bottom që të iki prapë për lart çmimi, që mund të bëj diçka të tillë kështu. Okej? Kjo do ishte një double bottom, kuptoj që mund të ikë edhe më poshtë, por faza tani që jemi këtë javë mund të kemi një rritje të një mean reversion, të një çmim mesatar, që është kjo zona 20.800, rikap këtë zonën ose edhe këtë zonën pak më lart të 21.000, pastaj do ketë rezistencë. Dhe unë kur flas për rezistencë edhe support, pak a shumë është funizim këtu, kërkesë këtu poshtë dhe funizim në rezistencë. Rezistenca është funizim ku institucionet tu fusin me nivelet të larta Nasdaqun dhe shesin, dhe të këto zona këtu funizimi, dhe kërkesët janë këto zonat e poshtme që janë supporti. Për momenti këtu ka kërkesë dhe do rritet, pastaj do rifunizohet me ndoshta nga institucionet, me ide që do iki pak më poshtë çmimi. Shikojmë, është për të parë, po rritja është këtë javë që shikoj unë në S&P 500 dhe në Nasdaq. Iri po patën diçka për shtu këtu, mund të flasësh kish. Jo, të Nasdaqu duke qenë ka më shumë teknologjinë, dhe një teknologjisë është pothuajse në të gjitha stoqet, të Nasdaqu ndihet më shumë se sa tek S&P. Edhe S&P pak a shumë jeta logjik është. Po, dhe për S&P e shikoni këtu, S&P po bën diçka që quhet Wyckoff distribution. Kur bën këto lëvizje herë lart herë poshtë, kam ndarë te Telegrami grafikën se si funksionon Wyckoff distribution. Dhe njëna pjesët e Wyckoff distribution është ritestimi i zonës, që mund të bëj diçka të tillë kështu, i zonës që ka thy, të themi atë qafën që ja ka prej tregut lart mbas distribution, kjo është distribution, është prej qafa këtu, është thy. Ritestohet kjo zonë dhe pastaj ulet më thellë. Kjo është frika e tregut momentalisht që ndoshta akoma nuk ka hyrë me oferi për ta blerë, edhe pse ka gjetur support tregut te 200 moving average këtu, çmimi 200 ditor mesatar që është një zonë shumë e fuqishme supporti. Tregu me sa duket ka frikën që mund të jetë një distribution play. Një rritje, pastaj një ulje më të thellë. Kjo është frika ime. Unë aktualisht du që çmimi të bëj konsolidim dhe vazhdoj për lart. Sepse te kjo vala këtu unë e prillit mund të bëj 30% te portfolio im, jo vetëm në kripto, por edhe në S&P 500 dhe unë e dua atë gjë, por unë kam exposure për momentin, kam exposure short, që po luaj këtë WMB. E kam luajtur short që nga kjo zona këtu. E kam darë te Telegrami, jam shoqë në kjo zona këtu, kam nxjerr pak profit, edhe po e mbaj aktive këte me idenë që të fitoj diçka. Kam dhe këte HIMS që po e luaj kundër tregut, që edhe por atë tregu pak më thellë, jam okay, fitoj diçka. Po. Te spaj do thosha që kime pothuajse te weekly chart, kime pothuajse 3-4 javë që jemi në rënje, kështu që kjo është pak a shumë si bearish. 3 javë. Po. 3 javë që kemi rënje, kështu që është pak e rrezikshme për të investuar, kështu që do të qëndroja larg derisa të shohim formim çmimi për lart. Po. I gjeti të shikoni këtu ka pasur bearish divergence, thyrje të zonës të mesit të S&P 500 dhe frika është të ndodhi diçka si 2022-shi, që ka qenë një rënje madhe e tregut
dhe një RSI në nivele më të ulta. Kjo është frika që tani jemi këtu ne. Do të kuptoni që tregu nuk mund të iki 100% për poshtë gjithë kohës, sepse të bëhet shumë bearish dhe nuk është e pranueshme, është ajo që kemi diskutuar për put options. Tregu duhet bëj këto valët herë lart herë poshtë që unë i tregova te editori, përpara se të iki, do të bëj një val për lart tani, përpara se të vazhdoj të iki për poshtë. Është e logjikshme. Do të bëj shkallët e veta tregu. Këto higher highs ose higher lows dhe gjërat e tilla. Dhe kështu që te javori është një zonë e rrezikshme, duhet me patjetër të marrë këtë zonën 5600-5700. Po nuk e marrë këtë zonë, jemi shumë bearish në treg. Pastaj kemi Russell 2000 që unë isha bullish por dola, nuk pëlqente këtë, po e luja pak si afat gjatë me fondet e pensionit tim që kam këtu, që i luj le themi me këto ETF-e. Kam dalë këtu, mund të gjej support ke zona gati 2000 dhe pastaj të bëj një bounce dhe të shkoj për lart, po është për tu parë. VIX ka qenë ose është një nga gjërat kryesore që unë shikoj në treg për të ditur animin e tregut, edhe shikoni që ka qenë në rritje gjithë kohës, po arrin një nivel tani që ndoshta po bëhet shumë i lartë VIX dhe duhet të bëj një ulje. Atë që po ju them që VIX do ulet dhe tregu do rritet. Pastaj VIX do rritet prap, tregu do ulet. Kjo është logjika. Por të kapësh momentin kyç. Ne nuk merremi me lutjen e S&P 500 dhe Nasdaqut, ne shikojmë këto në përgjithësi që të seleksionojmë aksionin në momentin e dur që ty me valën e tregut. Po ideja është që kjo mund të ulet për poshtë. Si indikator shumë të mirë, domethënë, të thosha unë. Nëse shumë të mirë për tregu, kështu që. Po. Edhe VIX-i për ju që jeni fillestar, ndoshta kemi marrë shumë njerëz të ri këtu që kanë hyrë këto kohë të fundit, mbat volatilitetin në treg, paqëndrueshmërinë në treg, por ti bi pak më shkurt në ana gjendjes emocionale ose gjendjes psikologjike të tregtarëve të tjerë është frika kundër greed. Greed duket është, nuk e di çfarë është lakmia, diçka tjetër se di si përkthehet. Babëzia në shqip. Çfarë? Babëzi. I pangopur. Pangopur, ku je i pangopur, më ajo dëshira e madhe për të përfituar shumë në treg. Edhe oferia margje e madhe që kemi pasur. Mbat këtë frikën dhe greed. Kur bie VIX ka më shumë kërkesë tregu blerëse, sepse ka më shumë greed, kur rritet ka më shumë frikë, dhe kjo është ajo që unë shikoj këtu gjithmonë, gjendjen emocionale të tregtarëve të tjerë. Pastaj do të thoj që unë jam i pozicionuar te ca aksione kineze si NetEase, që kam blerë këtu me një vazhdimsi. Kuptohet që unë kam luajtur këtë valën që nga nëntori për lart, të Alibaba të tjerë. Tani po e luaj NetEase me idenë që do shkoj pak më lart. Kam luajtur edhe këtë IQ, që ka bërë një konsolidim të mirë këtu, e kam darë këtë falas të Telegrami, me idenë që do shkoj për lart, pak të marr diku te 50% këtu, një raport 1/4 rreziku kundër përfitimi që un kam.